Atë Viktor Konomi nga fshati Ziqisht i Devollit shërben si klerik i kishës ortodokse për më shumë se 3 dekada. I bërë shpesh viral në rrjetet sociale duke i rënë kitarës e kënduar serenata apo për shkak të punës së tij si marangoz. Ai është kthyer në një nga njerëzit më të dashur e më të njohur në Devoll. Por shumë pak e dinë se atë Viktori ka shërbyer si marinar në flotën ushtarake të Sazanit dhe Pashalimanit. Në moshën 19 vjeçare ishe detyruar të vinja ushtar. Pashaliman në shkun. Pashaliman aty, u marrë vesh që ishëm për marin për 4 vjetë. Aty bëm një shkollë para përgatitje që të vinim në pranijet. Kemi kujtime shumë të mira. Anija ime që ishan në katrat siluruse, ato janë shumë të shpejta, ato shumë ngrijen. Vetëm e likën u zënë në ujë. Edhe ishëm roja që dushe të dilim në Bregdet, sepse Bregdeti ujrat shkeleshin nga anije të ndryshme. Ne i drejtonim pastaj që i largonim, ose i kthenim në Shqipëri, ose i largonim fare. Na lembrojnë se duhet dilnin dhe se kishë hyrë një anije, po anija ish turistike, më dushe ta kthenim, nuk pindeshin fare. Në kisha ato 2 mitralozë atje që mbajnë kështu. E tha, dëgjosa ti, tetar Viktori, tha, kur të them të ato ta për zjarë, tha, të shkresht ato të tha. A i më dha urdhë dhe unë, i shkreva, po ishën nga 300, 600, 1000 fishek, 10 ditë burg, e tha. Po kushti nuk e di, tha, se duhet të shkreshta 1000 fishek, tha. Duke qenë dhe marangoz, ai kujdeset edhe për punimet në kishën Fjetja e Shën Maris në fshatin Ziqisht. Atë Viktori shërben me devotshmëri dhe vjen nga një familje klerikësh.